Policia e Kurbinit ka finalizuar operacionin e koduar veprimtaria, duke goditur një rast të veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikove. Në pranga këron një 48 vjeçar, identifikuar me inicialet SK, banues në Kurbin. Sipas policisë, gjatë kontrollit në banesën e tij në fshatin Fushkuqe, janë gjetur dhe sekuestruar 776 gram lëndë dyshuar narkotike heroin, si dhe një peshore elektronike, që dyshohet se përdorej për përgatitjen dhe shpërndarjen e dozave. Po ashtu në oborrin e banesës u zbuluan 144 bimë të dyshuara narkotike e kanabis sativa, të cilat u asgjësuan me djegje, ndërsa një pjesë u sekuestruan si provë materiale. Bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative dhe si rezultati i kontrolleve intensive në territor, shërbimet e Komisariatit të Policisë Kurbin në bashkëpunim me sektorin e forcës së posaçme Shqiponia dhe specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve në DVP Lezhë finalizuan operacionin policor të koduar veprimtaria për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve. Si rezultat i operacionit, u arrestuan në flagrancë shtetas i inicialet SK, 48 vjeç, banues në Kurbin. Vion puna në bashkëpunim me prokurorin për dokumentimin e plot ligjor të veprimtarisë kriminale të këtij shtetasi. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.